Shqiptar të Luginës së Preshevës kanë shprehur shqetësimin për mungesën e veprimeve të faktorit ndërkombëtar ndaj shtypjes që po u bëhet në baza etnike nga shteti i Serbisë. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ragmi Mustafa ka thënë se Bashkimi Evropian po punon me dy standarde, duke ju referuar vizitës së përfaqësueses së lartë të BE-s për punë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas te serbët në Mitrovicë të Veriut. Nëse është dashur ata t'i vizitoj dhe t'i dëgjoj shqetësimet e tyre, ka pas 1 milion arsye më shumë që të ndaloj në Preshevë, Bujanovca Medveç dhe të dëgjoj shqetësimet tona. Shqetësimet e shqiptarëve në Lugin i ka konstatuar në një raport edhe Komiteti Këshillëdhënës i Këshillit të Evropës për zbatimin e Konventës Korniz për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Serbi i publikuar në fillim të majit. Ky raport thekson si probleme pasifizimin e adresave, nënpërfaqësimin e shqiptarëve në institucionet publike, varfrinë, papunësinë dhe vështirësitë me qasje në shëndetësi e arsimim. Kryetari i Bujanovcit, Arbër Pajaziti, tha se shqiptarët në këtë pjesë kanë nisur t'i humbin shpresat në faktorin ndërkombëtar. Gjithmonë marrin premtime se do të angazhohen më tepër për zgjidhjen e këtyre problemeve, mirëpo hasim gjithmonë në një neglizhencë apo në reagime vetëm deklarative dhe nuk kemi parë deri tash hapa konkret. Po Serbia po vazhdon të luajë në dy karta, herë me Rusinë, herë me Evropën, dhe këtë po e shfrytëzon shumë mirë dhe për këtë arsye shumë herë po është e përkthyer edhe nga Evropa në mënyrë që mos ta lënë të shkojë me Rusi. Para Kallasit, që nuk vizitoi shqiptarët në Lugin, ka kërkuar veprime konkrete për mbrojtjen e të drejtave të tyre, kryeministri në detyrë Albin Kurti. E 2 ditë më parë gjatë vizitës së saj në Zvicër, edhe presidenti Vjosa Osmani ngriti shqetësimin për të drejtat e shqiptarëve në Serbi. Ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është spastrim etnik me mjete administrative. Dhe këto e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale, të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Në fillim të këtij muaji, edhe Parlamenti Evropian ka theksuar shqetësimet për shqiptarët në Lugin, që mes tjerash janë të kufizuar edhe në të drejtën për arsim në gjuhë amtare.